Në nuk thot, ma trego pak foton. Jo, vllai im i nderuar, është qëllimi që kishte mungesë natyrisht fotografive të jetës së egër në përgjithësi në trojet tona dhe unë jam rritur në një ambient ku jemi të dominuar nga një lum edhe një liçen që ka një peizazh të mrekullueshëm, përveç peizazhit po ashtu ka edhe një habitat të shkëlqyer i pranishëm me kafshë të egra dhe aty kanë filluar hapat e parë si fëmijë të interesohen për dokumentimin e jetës së egër, duke ndruar gjithmonë të kemë një dokumentar të cilin e kam dhe sot. Të të pyes pak, ti vetë nga cili vend je, Arjan? Pra nga cila zonë? Unë jetoj dhe kam lindur në Kamenicë, në lindje të Kosovës. Këtu jetoj akoma, por po ashtu vendbanimi apo vend lokacioni jemi dytë ku mund ta quaj vendbanimi është dhe Divjak Karavastaja apo Laguna Karavastas, sepse jam dhe qytetar i Republikës së Shqipërisë. Mrekulli. Pra, po në Kamenicë, në momentin që po më thoje pak, është e njohur për natyrë të egër, është e njohur për një natyrë, se kryesisht kam dëgjuar që gjithmonë zona e Pejës ka qenë edhe për sa i përket turizmit, po edhe për malet, për këto Peaks of Balkans, etj. Po për Kamenicën se kisha dëgjuar. Po, këto zona ndahen, për shembull Rrugova e Pejës apo Shari ku në përgjithësi prek pjesën e Prizrenit, pastaj Ferizajt e kështu me radhë, janë të njohura më shumë për xhitar të mëdhenj, ndërsa zona e Kamenicës, pjesa lindore, ne kemi më shumë prani të shpendëve, shtektar dhe jo shtektar. Prandaj edhe këtu është ai dallimi që njëjtë si thuash zona e Pukës me dallimin që ka me zonën e Gjirokastrës apo zona e Divjakës Durrësit ku janë të pranishëm në një pjesë më shumë shpendët, në një pjesë tjetër më shumë gjitare të kështu me radhë. Po, edhe ne për shumë e kemi, po kemi të sandarje, për shumë në këtu zonën e Librazhdit, Shebenikja Blanic, për shumë ka shumë gjitar edhe kafshë të cilat janë të egra, ndërkohë që shpendët i kemi Karavasta, Nart, etj, pra si që ndave edhe ti. Interesante. Liçeni Shkodrës, mos e harroni, Kunevajin e kështu me radhë. Po, liçeni Shkodrës, Kunevajin, Rjolli, gjithashtu, që është shumë interesante dhe që ka qenë edhe në moment. Edhe Patoku, po, edhe Patoku. Po, këto tjerat janë më të veçanta. Më thuaj në qikë si ka qenë si për ty si eksperiencë, që kur ke filluar me kafshët dhe pse në aspektin e ke pasion apo ke krijuar dhe profesion, ti e ton duke bërë këtë punë? Po, atëherë unë me profesion jam gazetar, kam punuar në radio, kam qenë drejtor 3 vite, pastaj një kohë, apërsisht 6 vite kam qenë koordinator në një organizatë gjermane që mi marrë kryesisht në projekte multietnike në Kosovë, sidomos pas luftës kishte nevojë shumë që të punohej për bashkëjetesën ndërmjet grupeve etnike të ndryshme. Nga viti 2012 mbetëm, sepse shkuan organizatët e huaja shkuan në përgjithësi, edhe sa punoja në radio, në fakt ne u paguanim nga KFOR-i Amerikan, unë miku e kështu me radhë. Nga viti 2012 të gjithë këta shkuan dhe ne mbetëm pa punë, kisha një vit hapësirë për të menduar se që do të bëj me të ardhmen. Atëherë fillova të mendoj për pasionin e vjetër që ishte pra fotografia apo dokumentimi jetës së egër, që në fakt para luftës nuk është se kishim mundësi për shkak të rrezikut që kishim me ish pjesëtar të policisë së Serbisë, sepse po të shihnin një kamera, gjithsesi do të arrestonin sepse dyshonin gjithmonë se pse po do ta përdornim. E as më pak nëse kishim parë duke fotografuar në fusha, male, atëherë unë sigurisht do isha targeti kryesor për t'u arrestuar. E pastaj nga viti 2012 pra ju ktheva pasionit apo dëshirës së madhe për dokumentimin e kafshëve të egra, duke ditur se nuk kishte një dokumentar që argumentonte këto kafshë, po i shihni tashmë në monitorin e